Alba i thot Dolces, mbaj mend mirë këto fjalë, sepse po të flas në një moment që nuk do të zgjas, po të flas tani, para se të mbyllesh, para se të fillosh të thuash jam mirë pa e pyetur veten pse. Para se të mësohesh me peshën që po mban dhe ta quash normale, mbaj mend këto fjalë, Dolce, jo sepse janë të bukura, por sepse janë të rënda, dhe fjalët e rënda zakonisht harrohen të parat, ti po flet sikur e ke kontrollin. Sikur çdo gjë është zgjedhje, por unë e shoh presionin që po të shtyn nga brenda, atë që nuk e pranon, atë që e fsheh pas indiferencës, mos u gënje, kur thua nuk e vras mendjen, do të thotë që je lodhur duke menduar. Kur thua nuk më intereson, do të thotë që të ka interesuar shumë për shumë kohë. Kjo është pika ku njeriu fillon të ftohet, jo sepse do, por sepse nuk ka më energji të digjet. Mbaj mend këto fjalë, sepse po vijnë nga një vend i sinqert. Po vijnë nga një version i yti që ende po ndjen, që ende nuk është mpir. Do të vijë një ditë, Dolce, që do të thuash, unë nuk jam kështu, nuk flas kështu, nuk reagoj kështu. Dhe ndoshta do të kesh të drejtë, por kjo që po ndodh tani është gjithashtu e vërtetë. Presioni nuk të pyet nëse je gati, ai thjesht shtohet, dhe ti, në vend që të shpërthesh, ke zgjedhur të heshtësh. Heshtja jote nuk është paqe, është mbajtje fryme, po i mban gjërat brenda dhe po i quan kontroll, po shtyp ndjenja dhe po i quan pjekuri, por trupi dhe mendja nuk harrojnë kaq lehtë, prandaj po ta them tani, kur një ditë të ndihesh bosh, mos u frikso, ajo boshllëk nuk ka ardhur nga askund, është grumbullimi i gjithçkaje që nuk the. Mbaj mend këto fjalë, sepse do të vijë momenti që do të dyshosh në kujtesën tënde, do të pyesësh veten nëse i ke ndjerë vërtet këto gjëra, apo nëse po i egzageron, nuk po i egzageron, ti je në presion sepse ke qenë fort për një kohë të gjatë, dhe forca e zgjatur lodh më shumë se dobësia e pranuar. Mos u habit nëse një ditë do largosh njerëz pa arsye të qartë, mos u habit nëse do ftohesh aty ku dikur ndjeje shumë. Këto janë shenjat e dikujt që ka dhënë më shumë se sa ka marrë, dhe kur dikush të thotë, por ti nuk ishe kështu, mos u mundo ta shpjegosh, sepse ndryshimi yt nuk ka nevojë për justifikim, po ta lë këtë shkrim si një pasqyrë, jo për sot, për më vonë, për ditën kur do ta lexosh dhe do të ndalosh pak, kur do të ndjesh një presion në kraharor, dhe do të kuptosh që dikur e ke ditur pse ndihesh kështu. Mbaj mend këto fjalë, Dolce, sepse janë thënë përpara harresës, përpara mpirjes, përpara asaj fraze që vjen gjithmonë në fund. Nuk më kujtohet. Nëse sot mendon se kjo është e tepruar, është në rregull. Shkrimet më të vërteta duken gjithmonë të tepruara, derisa bëhen të domosdoshme, dhe nëse një ditë do ndihesh larg vetes, ktheu këtu, jo për të gjetur përgjigje, por për të kujtuar që ke qenë e vetëdijshme, që ke folur, që ke ndjer, që nuk ke qenë bosh gjithmonë. Kjo është Alba që po të flet tani, dhe kjo zë nuk do të jetë gjithmonë kaq afër, prandaj, të lutem, mbaj mend mirë këto fjalë.